Vllaznia e basketbollit për meshkuj vijon serinë e fitoreve, ku ajo e regjistruar mbrëmjen e së shtunës në Qazim Dervishi, duke mundur Elbasanin 118-68, është e 11-ta rradhazi. Sa i takon necurisë së lojës, Kuçeblut ishin dominues nga fillimi deri në fund. Perioda e parë u mbyll 34-14 në favor të Kuçebluve. Perioda e dytë do të ishte edhe më e thellë, 29-3, dhe pjesa e parë mbyllet me 46 pikë diferencë. Në dy periodat e pjesës së dytë, e treta mbyllet 26-28 në favor të Elbasanit, ndërsa e katërta 29-23 për vllaznin, duke bërë që në fund të 40 minutave lojë, rezultati të ishte 50 pikë diferencë. Për të theksuar është perioda e katërt, ku për minuta të tëra tekniku Eni Llazani aktivizoi në fushë të rinj, të cilët jo vetëm me lojën cilësore, por dhe pikët e shënuara, morën duar trokitje të tifozërisë, duke dhënë sinjale pozitive për të ardhmen. Pavarësisht se ishte ndeshje në sy të publikut ndoshta e thjeshtë, për ne ishte shumë e rëndësishme pika varazhi sot. Pavarësisht se i dhash minutazh edhe gjendje, por për ne ishte shumë e rëndësishme sepse tashmë jena në luftë për pika varazh ndaj ekipit Tiranës. Duhet të shohim me punu me këto ritme që po punojmë prap, me vazhdu me këto ritme që po vazhdojmë dhe rezultatet do ja lajmë fushës, sepse nuk flitet për objektiva. Ne kena një buxhet shumë modest, ndoshta shumë më modest se sa disa ekipe që i kena lënë poshtë, por kjo nuk ka lidhje, ne vazhdojmë punën dhe përpjekjet tona me dhënë më të mira. Një sfidë e veçantë që mund të konsiderohet rekord është ajo për 15-vjeçarin Samuel Bashdari, që brenda një pasditeje luajti 3 ndeshje, duke dalë fitues në të trija, fillimisht me 16-vjeçarët, që mundi Goga Basket, më pas me 18-vjeçarët, duke mundur Elbasanin, dhe në mbyllje me ekipin e parë, ku përballë Elbasanit u fitua bindshëm. Fillim kisha i fije frikë, sepse është emocion edhe me lujt në ekipin e parë, por sa hinë i fije në fush, dallohet që ti du të me marrë një shtu me qetë. Sfida shumë e mirë, një gjithmonë i përgatitur për ndeshje, nuk ka shumë e vështirë, edhe me shkojnë, bëhet i fije rënd, por mendoj që e përballoj mirë. Cilat janë disa nga objektivat, ku synon të mrij Samuel Bashdari? Mundësisht nivelin më të lartë, aja thjesht duhet më pa me kohë, nëse vazhdoj punoj fort, shpresoj për më në